Përshëndetje për krejt juve shikues të dashur të TVN. Mundri me pyet se pse I kam këtë lule në duar, mirë po gjithmonë e don tradita se na jemi shqiptare dhe kudo që shkojmë musafer, duhet me I çuni dhuratë. Kështu që kam shumë kënaqësi që sidomos në prag të përfundimit apo shënimit të këtij përfundimi të vitit 2025 dhe fillimit të një viti të mbarë të 2026-s, me përmbyll me një histori shumë simpatike, sidomos në këtë edicion qendror festiv në TVN. Jam në Prizren, jam në shtëpinë e këngëtares së njohur Alvolina Ukaj. E po ashtu të shohim se Alvolina më ka thonë që ka dhe një mike të saj që kemi me bë një bashkëbisedim. Se çka ka me pas mrena, shumë surpriza, një ambient kogja festiv, si që të përshihet mbrapa me në shtëpinë që e pas ka zbukuru tepër bukur Alvolina, kështu që le të shohim sa po na pret ajo. Hajde. Lena më duket se do të tregu shumë e zoja, edhe të na prit që është mas miri. E bashkë me shoqën tonë tjetër Blerinën, janë të bogati me na I qitë kafet, e pak ëmbëlsira se ku ka ëmbëlsira ka dhe fisk. Kështu që por atu na shpejt e shpejt këtu në ambientin fantastik të shtëpisë Alvolinës. Thash vetë se përshihet një ambient tepër I mirë, bredhi edhe gjithçka tjetër, kështu që po ulna, po pushoj, po I pres kafet edhe ju prat një bisedë dhe një ambient shumë I ngrohtë në shtëpinë Alvolina Ukaj. Merhaba, adon qaja baklava. Ma, bre, pse knove, Len? Po të kena pru baklava. Pse knove, ti që sa ajo ideja që di me knu mirë, tash kur janë njëse te, onë e mos di, me ta njën tane. Qa me thonë ma shumë? I ka ma për meje dy personat fantastik, muj me thonë, dy femnat sukseshme, që muj me thonë lirisht që u kanë viti 2025 për to, në krahun tim të djatha është Lena, për krejtu që njeni, një vet I saj, shumë hite, shumë brame muzikore, shumë dasma, hengje, gjithçka tjetër, sot kena me full gjithçka, kurse në krahun tim të majt, me ka artista që veç po shihet sa bukur po doket, Blerina një punë të mirë, po që edhe kujdeset për Alvolinën më duk shumë bukur, kështu që po e nisem me ty pak Blerin, se me Lenën kena çka flasim. Tregom çish ka qenë ky vit, çish ka qenë viti 2025 për Blerinën, sa ka qenë vit sfidues, I lodhshëm edhe gjithçka tjetër. Mas pari faleminderit për ftesën, jam shumë e kënaqur që jam bashkë me juve me nda këto momentet kaq të rëndësishme. Viti ka qenë plot punë, shumë sfidues, po kur po e bën diçka që e don është shumë e lehtë. Bash, ta dash një kompliment, po du me ta donë edhe para krejt publikut, moti kus pas në va një femër që duket kaq bukur me flokë qkurta si ti, kështu që një kompliment s'mujta pa ta donë. Len, mos m'u idhno se dal të ti tash. Ajoja që I rriti ku na flok ma bukur se kja. Po, kështu, po flokët e bardha si ti, nuk e di a I rrina I kujna ma bukur. Shoki, bashkëshorti Blerinës Erioni, për ndryshe kam shumë shok mirë, thatë flokët e bardha janë bela. Qëre, nuk e ka dhe kaq, kështu. Thash, na për këtë jo që e njeni Alvolinën, e dini që të në kohën është me punë, me gjithçka tjetër, kështu që na ka pranusën të shpinë e saj, në një ambient shumë festiv, po nuk deshtëm me lanë vetë Alvolinën, sepse dim që Alvolina nuk ka motra, kështu që Blerina ka zëvendësu se të venin e një motre, kështu që faleminderit Blerinë që jenë mesin tonë. Edhe eksperiencë edhe motër edhe gjithçka. Gjithçka tjetër. Se nuk është na lidh vetëm pjesa e punës. Se sa I përket punës, për shembull, jo çdo herë, çdo ditë kam angazhime one, po ne pa u taku me Blerinën me Erionin çdo ditë është e pamundur. Erionin e kenan pra paske, ne përshëndesim edhe Erionin. Qysh u ka në viti 2025, thash, a shkëm venim shumë hite që na ke knaq? O ka një vit shumë I ngarkum, sinqerisht, janë boda projekte që asune nuk e kom pri që kanë me dhejës qatë shumë. Projekte, darsma, mbrëmje, angazhime pa fund. U kanë vit shumë I lodhshëm, po edhe ja ka vlejt. Viti suksesshëm.
Po, veti suksesshëm. Tash jemi në prag edhe të përfundimit të 2025-ës, po nis 2026-ta, po besoj që ke marrë pjesë edhe në shumë pjesë ose ambiente festive ku veç zoni të ka shkëlqy. Sa ka qenë i lodhshëm ky fund viti, po them, sepse din mu kanë i lodhshëm, ndoshta më i lodhshëm se krejt 2025-ta. Po me të drejtën kam pas shumë oferta për bashkëpunime këto programet festive të vitit të ri. Nëse kisha marrë pjesë të krejt, besoj që ajo kisha qitë sët njerëzve. Po i kom zgjedh disa projekte, ndoshta 5 ose 6 janë, pa asnjë nuk u publiku, kanë i lodhshme se deri te përcaktimi i këngës fillimisht, tani ju fustani, nëse për make-up, për këto sena se kam problem, po vetëm të kënga dhe të fustani që shmu duk, që ato po më duken sene pak ma të fështira, dhe sa ti përgjithë. Kom e kalu tash edhe tek Blerina, po sa është ndimes kur e cikë shumë mirë që nuk i konsideroj vetë si bashkëpunëtor me qoftë Blerinën, qoftë Elionin edhe gjithçka tjetër që i ki për atë vetës, po sa është ndimes për ty sepse del një puni, diçka për shpejt, po e din që i ki personat e të më të afërt edhe ti je gati, dukesh perfekt. Sa ka qenë lehtësim për ty kjo? Besam që është një lehtësim jashtëzakonisht shumë i madh. Për me pas njerëz, ama njerëz që ta dojnë të mirën edhe që të suportojnë pa zero interes, pa zero gjelozi, zero prapavija, besam trallën ditë sodit, këta njerëz me gjithë edhe unë e vlerësoj vetës shumë e fat. Me fat se me fat po, se thash, Albulina e nisi me i nis kafët, po Blerina po mdo këti ju di si kështu deri në fund. Blerina është fat. Blerin, sa ka qenë thash që për një me për se cilin ka qenë i veti ladhshëm, po mujna me cilësu si një nga vitet ma sukseshme, apo cilin nga vitet për ty është ma i sukseshme? Me profesionin make-up mirëm shumë vite, po si studio jemi që 2 vite. Është vështirë, puna jonë është e vështirë, e ka një sezon goxhat ngarkune, po prapë po thëmë kur të bën me shumë qef, me pasion, kur gjosë është e lodhshme. Viti, muj me thonë, kjo është shumë i suksesshëm. Shumë i suksesshëm. Studion e ki në Prizren, për këtë ata se nuk na ka rastis, po besoj që kemi pas rastin që me ba dhe një historie ekstra për Blerinën edhe për punën e saj. Faleminderit shumë, po besoj me stafin, me gjithçka tjetër jeni krejt okej, thash ku ka punë me njerëz, por i më është kogja lodhshme, do të me pas kogja shumë nerva, sidomos me pas të Albulinën atë. Problemet janë evidente, si në staf, si në për punë tjera, amo jo. Gjithë shka e menagjojmë shumë mirë. Me Albulenën është shumë letë me punu, e din qka dënë, është shumë e kapshme. Nuk e kemi vështirë me punu për shkak se dhe raporti jo nuk është ma vetëm punë. Ka kalu me një raport krejt familjare, kemi miket të partë shpis, edhe jam shumë e knaqëne që e kam një motër të madhe si Albulena unë kaj. Sa mirë. Është shumë knaqësi me pas një motër vip, gjithashtu. Vipi jonë! Krejt puna jonë është me termina, amo gjithmonë e loni kohë ashtu të rezervë për Albulenën, gjithmonë. Që shpërnjesh për këtë fjallë? Darë, s'mat me që u lidhë Blerinë. Do, s'mat vish 500 që një atar Blerinën. Cinza, terminën, studio të vlu. Shkoj, dikush ma bani vetëm, dikush ashtu, dikush të, dhe kur shkoj në darë, së ma e mira për i krejtve. Që shpërnjesh kur i një këtë fjallë? Zotë që po të bojna. Unë tash është shumë knasi. Besam që ditë sodit është probleme gjithë njerës të mirë dhe njerës të dojnë të mirën, edhe tash unë jam njëri ma me fatë, besam. Nuk di asë me përshkru dhe shpesh herë prej të mirav që mi ofrojnë për supportit, për gjithë shka që e bajnë raport me mu Blerina, Erione, shpesh e i shkruj edhe Blerinës që po emocionona, po më vjen edhe me kajt. Jo, sot s'kena me kajt. Unë kësha di shumë pjesa që më pëlqenë mas shumë të është mi u drejtu kësaj kamere dhe po besoj që jo vetëm për këtë vetë, por në përgjithësi për krejt jetën tonë, se cili person që ju ka qëndru afër e meriton i falenderim. Kështu që është momenti dur që në këto festat fund vitit, Lena me i thonë dikujt para kësaj kamere, falenderit. Për çka do qoftë? Shumë emocionuse, po më duket që... Edhe mu më duket që kjo pjesë emocionuse. Duket edhe ty. Shumë, se po besoj është momenti ma i duhun që para një audiencë ko gjatë madhe me i thonë dikujt falenderit. Nështë dikujt që si ke thonë asnjëherë, pse jo? Zdi, unë si karakter, unë jam shumë falenderuse. Si tip, nuk di shpesh herë tutna që mës komedi kujna dikan pa e falenderu. S'pudin, përgjithsi e falenderoj familjen, shoqnin, bashkëpunëtor, gjithë ata që më rrethojnë, njerëz të mirë. Mirë që po e theshë çdo ditë falenderit, po besoj që falendrimi më i madh është për familjen tënde, patyshim. Dyqysh nuk muna që s'muna pa i falenderu njerëz, edhe një gjest ma i vogël në raport me mu, unë thjesht jam falenderuse. Nice. Blerin?
Kuj do i thuash faleminderit për kësaj kamere? Që shta dhe Albulena, na jemi tipa falenderus që çdo ditë e shprehim falenderimin, amo si krejt falenderit për gjithë ata që jena afër çdo ditë edhe e kalojmë kohën bashkë. Kjo ma kryesorja. Unë ju them juve faleminderit, krejt bashkëpunëtorëve tanë të çdo storia dhe çdo personazhi. Kisha desh që në këtë ambient kaq të ngrohtë me ju pyet edhe sa i përket pjesës së ushqimeve, sidomos në festat fundvitit, a e tepron Lenë edhe pse cili është sekreti me qëndru gjithmonë kaq bukur një me? Se s'moj pa ta bo këtë pytje? Besam që one kur nuk runa me ushqim. Po që tash bles. Po qatë sekret kallxona. Çdo ditë po të shoh dhe po më duket që e do psu. Nuk e di unë me periudha e kam. Me periudha me periudha. Po që kam ju ba atëne që thojnë veç me këqyr ushqimin trashna? Kallxë sekretin. Valla nuk di. Unë te kjo pjesa nuk di çfarë më thon. Nëse unë nuk jam fan se ëmbëlsirat. Unë veç ëmbëlsira nuk ka gjona tamla, pije gazume, absolut vetëm ujë edhe çka ka me gjona gjerta ato po. Ato si rezistan. Montaj si rezistaj asnjëherë. Edhe unë nuk besoj që kam i rezistu qëto një ëmbëlsirave qëto, pas ka baklave dhe gjithçka tjetër, thash që ku ka festar këte, muzik, nuk mujnë më godhe ëmbëlsira të regja, po ma bën me sy. Blerina, blerina kafet, blerina ëmbëlsirat, blerina ato. Valla se di qërë edhe po do më shërby Blerina, moj ti ka ke zoja. A e martun e ke, a? E pata një djallë të halës bre pa të më parë joni mu. Se di po ma ban që kjo me sy. Hajtë sa da po më pëlqenë se dhe që të dorza i pas ke shumë bukra. Për ndryshe ko këtë të dokë shumë bukur. Sa të na shërby Blerina, hajtë bre kënëm pak. Jepja krejt dhe një shoqë si mu që ma ka dha. Hajtë kënëjem pak Lenë na i sen që ka dush. Ose që ato që e nesëm, a shkëmbeni? A shkëmbeni me raba, a don qaja baklava. Ma tambël se unuka, ku ke pa ti, ku ke pa. A shkëmbeni? Të janë njësone. Sa është të na shërby Blerina, falimderit shumë, Blerina nuk zofsh me të na të mirat. Edhe pa që punë sa ma shumë, mës hef shkon kredita. Ja, vesh për punë. Hajde po shkojmë tash s'fundi, po shërbejmë pak edhe me ëmbëlsirë, edhe në pjesën e fundit i kemi edhe urimet e këtij viti 2025, edhe me përmbyll krejt këtë kënaqësi, me përmbyll me juve, sepse na po qëndrojmë edhe pak se ka vetë si kemi përfundu, edhe kthehemi pas pak. Mëna që Blerina tortët e na mos mu amëlzu s'bën heq. Hajde Lenë. Një urem për 2025-ën, qka uron Lena? Ju uroj njerëzve, gjithë njerëzve, dhe më tanë gjithë populli shqiptar anë mban kudo që janë. Me pas shëndet, me pas harmoni, lumturi, me pas edhe pare, pse ju, apo kuptan? Edhe uroj njerëzit dhe më tanë që mu ba ma shpirt bardh, mi lanë gjonat e këshia anash, mu mundu me ba vetëm gjonat mira. Përgjithsi edhe në raport me njerëz edhe në çdo aspekt, ti jesh me pas njerëzillëk, mu ka njerëz të mirë mu ba. Sa ma shumë njerëz të mirë, qaq ma shumë lullëzon Kosova dhe hispi përpara me gjithë shka. Një urem shumë i mirë, falenderit shumë e vlerësoj te mase. Hajde Blerin, a je gjatë shtë pozitiva, gjatë e qeshura, shumë bon pëlqen. A më këke martune. Po ja i gore, hajde. Unë e krejt njerëzve ju uroj shëndet, lumturi, harmoni edhe ju plotësofshin krejtve gjitha dëshirat që i kanë. Inshallah dhe juve po ashtu. Unë i falenderoj shumë, ke shumë kënaqësi që ju pata në kuadër të kësaj historie festive. Faleminderit Lenë që nuk thua asnjëherë jo, edhe pse në story më ke refuzu, po je kanë nxame, të kom kuptu. Po në rastet e tjera kur je e lirë e di që je gjithmonë. Në moment kur më kishë nu edhe kur e pashë që këto ditë s'kam në angazhem jam me lirë edhe aki pa me njëra në të më tonë. Pa tjetër me gjithë kënaqësim. E di që çdo kush e ka të lehtë ose nështë dikush ka dhe problem për me pranu dikon në shtëpi, sidomos kur është pjesa mediale, po unë falenderoj shumë edhe paq suksese gjithmonë edhe vazhdo shkëlqes siç ke shkëlqyer deri në këtë momente. Faleminderit e dashur edhe për ty krejt më të mirat e botës ti dëshiroj. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Po ashtu Blerina edhe për ty, faleminderit shumë, ke shumë kënaqësi që të pata sot. Ndoshta edhe publiku e njeh një anë tjetër të ëndën, sepse e dim shumë mirë që je kogja ngarkuar edhe nxan me çdo punë tjetër, kështu që po të uroj vetë suksese edhe sa më shumë pare. Faleminderit shumë edhe juve suksese, inshallah gjithë që jemi për të mira.